Shëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani do të bëjmë një pyetje. Një pyetje për dashurinë. Çfarë mendon për ty në këtë moment personi i zemrës tënde? Pra, çfarë mendon për ty në këtë moment? Në moment të tanishëm, ku ne po shikojmë letra tarot, energji, çfarë mendon ai për ju? Personi që mendon për ju është një person shumë pozitiv. Një person me këmbë tokë, që ka të gjitha, ka këtë ylber me kupa, bollëku, një intensitet shumë pozitiv. Ai mendon gjithmonë në jetën e tij. Pra, çfarë gjithmonë ai kërkon tek ju atë pjesën e dashurisë. Pjesën e asaj fjalës së ngrohtë nga ju, sepse ai ju ato gjithmonë të pjesën pozitive, pjesën e fjalës së ngrohtë. Dhe ndonjëherë nuk e merr nga ju. Ai e jep gjithmonë, por nuk e merr, dhe prandaj mërzitet, ka mendime negative, është gjithmonë në stres, në pagjumësi, sepse është një person shumë i drejtë. Ky person është një person i drejtë dhe të do me zemër. Është larg dhe gjithmonë është në pritje të gjërave të mira në drejtimin tuaj. Pra, ai gjithmonë do që të marrë mesazhe nga ju, të marrë një fjalë të ngrohtë, sepse ju jeni, Dhjeta e kupave tregon që ju jeni shumë i njohës dhe falenderues universit për këtë lidhje që keni, për këtë lidhje të fortë që keni krijuar me njëri tjetrin. Dhe doni që ta bëni realitet, pra doni të hapni krahët dhe të jeni pranë njëri tjetrit shumë shpejt. Sepse gjithmonë me një ego pozitive, ky person do që t'i bëj realitet të ëndrat tek ju. Ju do me shumë forcë shpirtërore, me forcë nga gjitha anët, dhe vjen drejt jush, shkallëron drejt jush për të sjellë lajme të mira të mrekullueshme. Pra, ky person ju mendon çdo çast dhe edhe pse lëndohet tek ju, ky prap ju do. Vjen drejt jush, ky është një lajm i mirë që vjen shumë shpejt drejt jush. Lajm pozitiv. Me këshën të horoskopit rezonon kjo energji. Me kafore, luani, me binjakët, me akrepi, dashi, peshkit. Kurse gërma e parë e emrit tuaj, unë të rezonoj me R, M, L, Y, Q, N, O, F, H dhe D. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot. Faleminderit shumë, miqtemi.